Makina elektrike shpërthe në flak 4 të vdekur. 4 njerëz kanë ndruar jetë në një aksident në perëndim të Francës, ku automjeti i tyre Tesla goditi një tabelë rrugore dhe më pas u ndez në flak, duke vrarë të gjithë ata që ishin në bord. Zëvendësi i policisë vendase tha se rrethanat e sakta të ngjarjes pranë qytetit të Niort janë ende duke u hetuar, por automjeti duket se kishte dalë nga rruga para se bateria e tij të shpërthente. Çdo gjë sugjeron se mjeti kishte dalë nga rruga, nuk ishte dëshmitar për tragjedinë ku shoferi i mjetit dhe pasagerët e tij u dogjën për vdekje, tha ai. Kjo nuk është hera e parë që bateritë e automjeteve elektrike shpërthejnë në flak, që nuk mund të fiken me mjetet e zakonshme zjarfikse. Një automjet Tesla shpërtheu javën që shkoi në lindje të Londrës dhe disa kompani tragetesh kanë ndaluar transportin e tyre detar. Hetimet vijojnë ndërsa kompania Tesla nuk i është përgjigjur kërkesave për komente mbi sigurinë e mjeteve të tyre.